Pak muaj më parë, deklarata fillestare e pasurisë së deputetit demokrat Gjin Gjoni ishte një nga më të komentuarat pasi pasqyronte një portofol të jashtëzakonshëm asetesh. 2 vila me vlerë 1.3 milion euro, aksione në kompani që kapnin miliona euro, qirame të ardhura të konsiderueshme dhe një rrjet të gjerë huadhënësish krijonin profilin e një prej zyrtarëve më të pasur që ka kaluar në politik. Pikërisht për këtë arsye prej vitesh ai është etiketuar në media si sheiku i drejtësisë. Por deklarimi periodik i dorëzuar në ILDKPI më 31 mars 2026 sjell një panoramë krejt tjetër. Në vend të inventarit të pasurive që karakterizonte deklaratën fillestare, dokumenti i ri kufizohet pothuajse tërësisht në lëvizjet financare të vitit, paga si deputet, disa llogari bankare, një shumë simbolike cash, overdraft, kredi dhe detyrime të karta kreditit. Pasuritë që dominonin deklarimin e parë nuk shfaqen më si elementët kryesor të dokumentit. Në pamje të parë krijohet përshtypja sikur deputeti ka kaluar nga një profil i një biznesmeni me pasuri të konsiderueshme në atë të një funksionari publik që jeton kryesisht me pagën e kuvendit dhe me detyrime bankare. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se pasuria është dukur. Deklarimi periodik për nga natyra pasqyron ndryshimet gjatë vitit dhe jo domosdoshmërisht të gjithë inventarin e aseteve, çka e bën shumë të vështirë për publikun të krijojë një panoramë të plotë të pasurisë aktuale. Edhe deklarimi i bashkëshortes Elona Çaushi ndjek të njëjtën linjë në vend të huadhënieve me vlera qindra mijëra euro që binin në sy në deklarimin fillestar. Tashmë raportohen vetëm disa hua modeste, lëvizje në llogari bankare dhe të ardhura nga paga e aktivitetit privat. Krahasuar me dokumentin e dorëzuar vetëm 4 muaj më parë, diferenca është e dukshme dhe krijon përshtypje në një profili financiar shumë më diskret. Kjo mënyrë deklarimi ngre pikpyetje mbi transparencën reale të pasurisë, edhe pse formalisht dokumenti është në përputhje me modelin e deklarimit periodik. Kontrasti mes deklaratës fillestare dhe asaj të fundit është aq i madh sa krijon perceptimin se ekspozimi publik i pasurisë është reduktuar ndjeshëm nga sheiku me vila, aksione dhe 10 huadhënie. Gjin Gjoni në deklarimin e fundit shfaqet kryesisht si deputet me pagë, kredi dhe llogari bankare në overdraft. Me urdhër të Edi Ramës, një grup financiar izraelit është futur në sistemin bankar privat në Shqipëri, me emërtimin publik Jet Bank, i regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit me emrin tregtar Jet Albania dhe i licencuar me emrin Banka Jet SHA nga Banka e Shqipërisë. Grupi kontrovers Jet Bank është licencuar nga Banka e Shqipërisë më 31 mars 2026 për aktivitet si banka e vetme e parasë elektronike, me pronar izraelitin Idan Avisha, me anëtar bordi izraelitët Oliver Hemer dhe Oliver Hemer dhe administratore Fatbar Darinon, me lidhje familjare me një ministre aktuale, që më parë ka qenë ministre financave. Por një muaj pas licencimit si bank vetëm për aktivitetin e parasë elektronike në Shqipëri, pronari izraelitit Jet Bank, Idan Avisha, në shkelje të licencës, ka filluar të kryejë aktivitet të parasë fizike në lek dhe euro. Në faqen zyrtare të Jet Bank është publikuar thirrja drejtuar qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve shtetërore për të krijuar depozita, llogari rrjetëse, transaksione, transferta financiare brenda e jashtë Shqipërisë, kreditime, fonde investimesh, fonde pensionesh e shërbime pagesash fizike, kundrejt interesave dhe tarifave të komisioneve. Në objektin e veprimtarisë kur u regjistrua si aktivitet dhe në licencën numër 20 datë 31 mars 2026 të dhënë nga Banka e Shqipërisë, Jet Bank deklaroi aktivitet të kufizuar vetëm për veprime të parasë elektronike dhe asnjë lloj aktiviteti të parasë fizike. Por 2 javë pas marrjes së licencës, pronarët faktik izraelit, rus, maltez, ofshinur dhe anonim të Jet Bank, të fshehur pas emrit të pronarit në letra, izraelitin Idan Avisha, shtuan në aktivitetin e bankës dhe veprime dhe operacione të parasë fizike. Sipas ekstraktit të ndryshuar në qendrën kombëtare të biznesit, në shkelje të ligjit e licencës, Jet Bank deklaron se aktiviteti i saj nuk kufizohet vetëm në operacionet e parasë elektronike digjitale, por për të gjitha llojet e shërbimeve financiare e në të gjitha format e tyre. Me paran fizike, Jet Bank kryen aktivitet që lidhet me lehtësimin, strukturimin, menaxhimin dhe ekzekutimin e transaksioneve financiare, depozita, llogari pagash, menaxhimin e aseteve ose investimeve, financim investimesh e kreditime nevojash të tjera. Sipas informacionit të pamfletit nga burime brenda Ministrisë së Financave, ministri Petrit Malaj ka marrë urdhër nga kryeministri Edi Rama të mos ndalojë aktivitetin e parasë fizike në lek dhe euro që po kryen grupi mafioz izraelit i Jet Bank. Dhe drejtuesit e Bankës së Shqipërisë de facto po lejojnë Jet Bank të shkel licencën për kufizimin brenda parasë elektronike, duke kryer aktivitet grumbullimi dhe operacione të parasë fizike. Jo rastësisht po e kryejnë vetëm në lek dhe euro, që prej 5 vitesh pas ndërturimit
hyrjes në Shqipëri të këtij grupi mafioz izraelit me lidhje ruse dhe malteze offshore, kemi forcim fiktiv të lekut me 40% në raport të zhvlerësimit të euros. Hetimet në Izrael e Shqipëri kanë zbuluar se pas bankës së parë elektronike Jet Bank qëndron një grup i lidhur me platforma Forex të palicencuara dhe një bord drejtues me figura nga rrjetet mashtruese ndërkombëtare offshore që fshehin 30% të aksioneve në rrjetin Play 65 e të tjerë. Vetë prokurori i përgjithshëm i Izraelit urdhëroi mbylljen e aktivitetit të parasë reale nga Play 65, duke e cilësuar formë lojrash të paligjshme dhe mashtruese. Madje kompanive të kartave të kreditit i u dha ultimatum të mos bëjnë transaksione me këtë grup mafioz, tashmë me emrin Jet Bank dhe aktivitet digjital në Shqipëri. Pas bllokimit të rrjetit Play 65, izraeliti Ida Navisha i Jet Bank me urdhër shefave u përfshi në rrjetin e tregtimit online Forex me platformën Fortrade, e cila operon edhe me emrin FX Reader në Shqipëri. Madje në vitin 2018, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare AMF në Shqipëri raportoi për ushtrimin e aktivitetit financiar të palicencuar, por ky raport u zhduk nga Ministri i Financave të asaj kohe dhe nga shefat e Bankës së Shtetit. Ndërsa prej 3 muajsh me licencën numër 20 datë 31 mars 2026 të dhënë nga Banka e Shqipërisë vetëm për aktivitet të parasë elektronike, grupi mafioz izraelit ka filluar të kryej dhe aktivitet të paligjshëm të parasë fizike në lek dhe euro. Një kërkesë padi prej 16 faqesh hap një front të ri juridik kundër prokurorit të SPAK Olz Dado. Tom Dedaj pretendon se Dado nuk plotësonte kriteret ligjore kur Ina Rama propozoi emërimin e tij dhe presidenti Bamir Topi firmosi dekretin. Nëse gjykata e pranon këtë argument, çështja nuk prek vetëm karrierën e një prokurori, ajo vendos në diskutim statusin e tij, veprimet procedurale dhe përgjegjësinë e institucioneve që e futën dhe e mbajtën në sistem. Një kërkesë padi e depozituar në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë godet aktin që hapi karrierën e prokurorit të SPAK Olz Dado. Ish prokurori Tom Dedaj kërkon që gjykata të konstatojë pavlefshmërinë absolute të dekretit numër 5936, datë 17 nëntor 2008, me të cilin presidenti i atëhershëm Bamir Topi emëroi Dadon prokuror. Dedaj nuk kërkon vetëm anulimin e një dekreti të nxjerr afro 18 vjet më parë. Ai kërkon pezullimin e menjëhershëm të Dados, heqjen e statusit të magjistratit, që regjistrimin nga sistemi, kthimin e pagave në buxhet dhe shpalljen të pavlefshme të akteve procedurale që prokurori ka kryer gjatë ushtrimit të detyrës. Gjykata nuk ka dhënë ende vendim për këto kërkime. Për momentin, ato përbëjnë pretendime të një paditësi dhe jo fakte të pranuara juridikisht. Por pyetja që ngre padia kërkon një përgjigje dokumentare. Ai plotësonte Olz Dado kriteret ligjore për t'u emëruar prokuror me 17 nëntor 2008? Ligji numër 87/37/2001 përcaktonte kriteret e emërimit në prokurori. Sipas argumentit të Dedajt, ligji kërkonte përfundimin e shkollës së magjistraturës ose plotësimin e një prej përjashtimeve që përcaktohej shprehimisht në nenin 18. Paditësi pretendon se Dado nuk kishte përfunduar shkollën e magjistraturës. Ai pretendon gjithashtu se Dado kishte ushtruar profesionin e noterit përpara emërimit, por noteria nuk figuronte ndër kategoritë që ligji përjashtonte nga detyrimi për të përfunduar magjistraturën. Nëse dokumentacioni zyrtar i konfirmon këto dy rrethana, gjykata duhet të përcaktojë mbi cilën dispozitë ligjore Ina Rama e propozoi Dadon dhe Bamir Topi e emëroi atë prokuror. Kjo përbën pikën më të fortë të padis. Ligji ose e lejonte emërimin ose nuk e lejonte. Dokumentet e kandidatit dhe praktika e emërimit duhet ta japin përgjigjen. Për këtë arsye, Dedaj kërkon që presidenca, prokuroria e përgjithshme dhe institucionet e tjera të dorëzojnë dosjen e plot të vitit 2008. Dosja duhet të tregojë diplomat, përvojën profesionale, verifikimin e kritereve dhe relacionet mbi të cilat institucionet mbështetën vendimin. Vetëm dosja mund të sqarojë nëse institucionet zbatuan ligjin apo krijuan një përjashtim që ligji nuk e njihte. Padia vendos nën përgjegjësi të drejtpërdrejtë dy ish-drejtues të lartë të shtetit. Ina Rama propozoi emërimin, Bamir Topi firmosi dekretin. Të dy institucionet kishin detyrimin të kontrollonin kriteret e kandidatit përpara se t'i jepnin pushtetin e prokurorit. Firma e presidentit nuk mund ta zëvendësonte kriterin ligjor. Propozimi i prokurorit të përgjithshëm nuk mund ta kthente një kandidat të pakualifikueshëm në kandidat të ligjshëm nëse gjykata provon se ai nuk i plotësonte kushtet. Dedaj kërkon që gjykata të thërrasë dëshmitar Ina Ramën dhe Bamir Topin. Lista përfshin edhe Olsian Çelën, Kasem Berberin, Besnik Canin, Dritan Pekën, Shkëlqim
Majdarin, Përparim Kullurin dhe Sokol Stojanin. Sipas padicit, këta persona kanë pasur funksione apo dijeni për procedurat e emërimeve dhe shkarkimeve në prokurori. Dokumenti e lidh emërimin e Dados edhe me largimin e Dedajt nga detyra. Gjykata e lartë me vendimin numër 596 datë 17 nëntor 2011 e shpalli të paligjshëm largimin e Dedajt dhe urdhëroi kthimin e tij në detyrë. Kjo pjesë e historisë ka bazë në një vendim gjyqësor. Megjithatë, pretendimi se institucionet larguan Dedajt poskaqërisht për t'i hapur vendin Dados kërkon prova të tjera. Datat krijojnë gjithashtu një problem që gjykata duhet ta sqarojë. Bamir Topi e emëroi Dadon në nëntor 2008, ndërsa dekreti për largimin e Dedajt humban datën 2 shtator 2009. Këto akte nuk ndodhen në të njëjtën kohë. Padia përmban edhe akuza për favorizim, lidhje personale, pagesa dhe konflikt interesi. Dedaj nuk paraqet në tekst prova të drejtpërdrejta për disa prej tyre. Gjykata mund t'i shqyrtojë vetëm pasi paditësi të paraqesë dokumente, dëshmi apo të dhëna të verifikueshme. Asnjë media nuk duhet i paraqesë këto pretendime si fakte të provuara. Çështja nuk mund të reduktohet te konflikti i Erion Veliajt me prokurorin që ka hetuar dosjen e tij. Vetë kërkesë Padia e Dedajt evidenton se në gjykatën administrative po zhvillohet edhe një proces tjetër, ku Veliaj kundërshton ligjsmohinë e emërimit të Dados. Dy padi po ngrenë të njëjtën pyetje mbi dekretin e vitit 2008. Ky fakt e detyron KLP-n, presidencën dhe SPAK-un të japi një përgjigje të plotë, të mbështetur në dosjen origjinale dhe jo në deklarata publike. Procesi i vettingut nuk e mbyll automatikisht debatin. Vettingu kontrolloi pasurinë, figurën dhe aftësitë profesionale të magjistratëve. Gjykata duhet të vendosë nëse ai proces mund të korrigjonte një mungesë të pretenduar në aktin fillestar të emërimit. Dedaj kërkon pezullimin e Dados deri në përfundimin e procesit. Ai argumenton se vijimi i ushtrimit të detyrës mund të prodhojë akte të tjera, që palët mund t'i kundërshtojnë më vonë. Gjykata duhet të vlerësojë nëse ekziston rreziku i një dëmi të pariparueshëm dhe nëse pezullimi respekton proporcionalitetin. Pjesa më radikale e padis kërkon pavlefshmërinë të gjitha akteve procedurale që kryeu Dado dhe kthimin e pagave të marra gjatë gjithë karrierës. Këto kërkime mund të shkaktojnë pasoja gjëra juridike, por pranimi i tyre nuk vjen automatikisht, edhe nëse gjykata konstaton një problem me dekretin. Gjykata duhet të analizojë veç sigurinë juridike, mbrojtjen e palëve të treta dhe efektet e akteve të një funksionari që shteti e ka trajtuar si prokuror për vite. KLP-ja nuk mund të trajtojë këtë padi si një konflikt personal. Këshilli administron statusin e magjistratëve dhe duhet të paraqesë dokumentet mbi të cilat mbështet ligjsmërinë e statusit të Dados. SPAK-u duhet të kërkojë transparencë të plotë. Institucioni nuk mbron integritetin e tij duke heshtur për një dyshim juridik mbi statusin e një prokurori. Ai e mbron atë duke paraqitur faktet dhe bazën ligjore. Edhe presidenca duhet të hap praktikën e dekretit numër 5936. Publiku duhet të di kush e propozoi emërimin, cilat dokumente kontrolloi institucioni dhe cilën dispozit zbatoi Bamir Topi kur firmosi dekretin. Gjykata ka përbara një çështje me pasoja përtej emrit të Ols Dados. Ajo duhet të përcaktojë nëse institucionet respektuan ligjin në vitin 2008 dhe nëse sistemi i drejtësisë mund të mbështetet vetëm në kalimin e kohës, kur dikush kundërshton bazën ligjore të një emërimi. Përgjigjja ndodhet në dosjen e emërimit. KLP-ja, SPAK-u dhe presidenca duhet ta nxjerrin të plotë. Nëse dokumentet provojnë kriteret, ato rrëzojnë pretendimin. Nëse dokumentet tregojnë se kriteret munguan, institucionet duhet të shpjegojnë si hyri Ols Dado në sistem dhe pse vazhdoi ta ushtronte funksionin e prokurorit.